Sa po fola me Edi Ramën. Jo, në fakt po tallem. Po tallem sepse në këtë vendin tonë është shumë e çuditshme. Njerëzit nuk të njohin, nuk të lexojnë, nuk të dëgjojnë, nuk të njohin personalisht. Por nuk njohin as atë që ti realisht mendon, thua, flet, shkruan, bën. Pse? Sepse njerëzit me të drejtën e Zotit nuk kanë kohë me njoft këdo nga ne. Po ky nuk është faji. Nuk është përgjegjësia ime. Fakti që njerëzit nuk më njohin. Ama nga ana tjetër, kjo nuk i jep të drejtë askujt që për shkak të mosnjohjes, për shkak të njohjes së përcipt si përfaqësore, të gjithë të rendin në konkluzione, përfundime, në dieni të plota, madje në gjykime, në verdikte se kush jam unë, se çfarë bëj unë, se çfarë them unë, se si jam unë. O njerëz të mirë. Po bëja një llogari. Nëse njeriu shkruan shkurt, i thonë nuk e morën vesh ku do me dal. Nëse njeriu shkruan gjatë, komentet vërshojnë sa gjatë i ka rënë më burr, kush ka kohë me të lexu. Nëse flet shkurt, thonë, bosi i zgjuar ti. Nëse flet gjatë, të thonë sa gjatë i bi më burr. Nëse ti përpiqesh të shpjegosh njërën nga gjërat që ti ke në planet e tua, mendjen tënde, por ti nuk u açon me gomarin e babastasit njerëzve, asgjë. Unë nuk detyroj askënd, askënd, as të më dëgjoj dhe as të më lexoj, prandaj çlirohuni. Por rrjedhoj, kur unë postoj në rrjetet e mia sociale, lëri mor pa i parë, lëri mor pa i lexuar, lëri mor pa i dëgjuar. Nëse nuk ju pëlqejnë, nëse ju rëndojnë, nëse ju duket se janë ankesa, janë fjalë, janë muhabete koti, muhabete interneti, po mos i lexoni më. A e kuptoni të dashur njerëz të mirë? Unë jam Arian Galdini. Nuk jam politikan. Fiksojeni, nuk jam politikan. Nuk jam politikan. Nuk jam politikan. Nuk jam analist. Nuk jam gazetar. As politikan, as analist dhe as gazetar. Në jetën time, në 36 vite, 36 vitet e fundit, nuk kam qenë as një ditë i paguar nga buxheti i shtetit shqiptar. Në 36 vite, nuk kam qenë kur as tundës dere, jo më drejtues, në një parti politike shqiptare, në një institucion shqiptar, qendror apo lokal. A arrini ta kuptoni këtë, ju lutem? A arrini ta kuptoni këtë, ju lutem? Pra çfarë bëj unë këtu? Pra pse flas unë? Po kam dëshirë më se është pjesë e lirisë. Jam prind, jam qytetar, jam njeri që ka ndërgjegje dhe që kur diçka e zbulon si një të vërtet të rëndësishme për të mirën e vendit, duhet me e thënë me zë të lartë. Pra nuk e bëj as për vëmendje, as për vlerësime, as për famë, as për vota, as për pushtet, se nuk i dua, mos keni merak. Nuk dua as vota, as famë, as mbështetje, as pushtet, as vëmendje,
as sukses. Nuk dua. Por nga ana tjetër, as vëmendja, as pushteti, as suksesi, po nuk janë në sundukun e prindërve tuaj, që po ju viun dhe po ju amar nga sunduku. Keni lirin e plot, mos me ndjek. Po kjo është e çuditshme, më. Kërkon vëmendje, thon. Ti dashke vëmendje, a thua se vëmendjen e ka me tapik e kadastra, trashëgim familjar pas familjari, brez pas brezi. Po mos ma jep, more, vëmendjen. Shka që thjesht. Kërkon fam, thon. Po mos më ndiq, more. Pale për gjëra që janë kaq të thjeshta, por dhe kaq të rëndësishme për njeriu. Çdo njeri është zoti i betejave të veta dhe i karakterit vet dhe i natyrës vet. Dhe unë nuk arrit dot ta kuptoj se si njerëz që të njohin përciptazi nuk marrin për sipër të kuptojnë, por përciptazi, sepse të hasin diku, dëgjojnë diçka tek tuk, u ka thënë dikush diçka, u ka thënë partia një opinion caktuar, cila do qoftë partia. Nuk u pëlqen mendimi yt sepse ata janë me partin tjetër, apo me partitë e tjera, dhe me njëherë ti je i fliqur, maskara, i poshtër, pashtrues, e mos flasim pastaj për atë fjalorin banal dhe vulgar që mbush çdo rrjet social. Por u mund të kem të gjitha mendimet më të këqija në botë për udhëheqësit politik që ju votoni, të dashur qytetarë shqiptar. Por ju lutem, mendoheni, mendoheni. Në qoftë se unë përmend një emër të një udhëheqësi, qoftë ky Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Erion Velia, Belinda Balluku, Agron Shehaj, Profilaktik Lapaj, ku di unë, këdo tjetër, një emër, në qoftë se unë përmend një emër, mua duhet më përgjigjet një emër. Nëse juve nuk ju pëlqen se çfarë mendoj unë për Sali Berishën, Edi Ramën, Tauland Ballën, Flamur Nokën, Ilir Metën, Erion Veliajn, Profilaktik Lapajn, Agron Shehajn, po mi më dakord, nuk ju pëlqen mendimi im, po s'keni pse të më shani mua. Nuk ndajmë të njëjtin mendim, por s'keni pse të më shani mua. Sepse unë e kam me ata. Po ç'pun ke ti, qytetari i dashur, qytetari i thjesht? Ti je mbështetës i dikujt. Mund ta mbështesësh cilin do nga liderët politik, pa shar dikë që nuk i mbështet, që nuk i do. Se kjo botë kështu është. Çdo njeri del vet zot, emrit vet. Çdo njeri flet vet për veten. Në qoftë se unë them atë që mendoj për cilin do nga emrat që përmenda apo për çdo emër tjetër, po unë e kam bërë dhe publik numrin tim telefonit, po lërini more të përgjigjen vet ata. Pse duhet të turreni ju se s'ju pëlqejnë mendimet e mia? Pse më në këtë vendin ton duhet mallkuar, shar, batërdisur, telendisur, me fjalët më banale, më të ndyta, çdo njeri që mendon ndryshe nga ju apo kundër nga ju, dhe që nuk ka asgjë personale me ju dhe ju s'keni asgjë personale me të, se as më njihni dhe as ju njoh. Por unë flas me emra. Dhe ata njerëzit që unë përmend nuk janë persona privat. Janë persona publik, por madje ca më tepër se aq. Janë persona publik që votohen dhe përdorin pushtetet e shqiptarëve prej 36 viteve.
dhe mbahen nga taksat e shqiptarëve prej 36 viteve, përveç se kanë 36 vite që vjedhin, grabisin, plaçkisin shqiptarët për 36 vite. Po lërin mor Sali Berishën, Edi Ramën, Ilir Metën, t'i dalin për zot emrit tyre dhe vetes tyre. Lërin morin të gjithë ju që i mbështesni, se ju vjen shumë merak. Ju vjen shumë merak, po u bërë ti, kush je ti, e çaj je ti, edhe ti si ata je. Po pse jam si ata unë? Unë nuk kam qenë në asnjë vend pune. Në shtetin shqiptar, në administratën shqiptare, nuk kam qenë kur. Në asnjë parti politike nuk kam qenë kur. Pavarësisht çfarë mendoni dhe imagjinoni ju dhe çfarë do lloj marrëziet ju kanë thënë juve. Fakti është ky pra, që unë jam Arjan Galdini dhe në 36 vite nuk kam qenë kur as tundës dere në asnjë parti politike shqiptare dhe në asnjë institucion shqiptar, qendror, lokal apo kushtetues. Pra nuk ju kam borxh më. Unë jetën time e ndërtoj me vuajtje, dhimbjet, sakrificat dhe zotësitë e mia. Nuk varem nga partit, nuk varem nga pushtetet, nuk kërkoj vend pune, nuk luftoj për vend pune dhe për më tepër, por unë nuk kërkoj vota. Nuk jam politikan. Nuk jam politikan. Nuk jam gazetar, nuk jam analist, nuk jam politikan. Fiksojeni. Nuk ju kam borxh mor atë madje edhe oqean mallkimesh dhe sharjesh vulgare, banale, brutale. Nuk ju kam borxh mor. Jo unë, son për vete ndoshta edhe do ta mbyllja një sy e një veshë dhe do bëja sikur nuk do t'i shija. Por terrorizuat familjarët tanë, nuk guxojnë nëna ime, fëmijët e mi, nuk guxojnë familjarët e mi të shohin rrjetet e mia sociale. Se jetojmë në një kohë që ai telefoni është në duart e gjithkujt më. Nuk po shani dhe mallkoni një njeri që jeton në ishull i vetmuar. Po mendojeni mos si për veten tuaj, a jeni familjar, a jeni njerëz që keni fëmijë, nipër, mbesa. Mendojeni mos si për veten tuaj. Para se të shani dhe mallkoni dikë, dhe para se të lini atë gjurmën e banalitetit dhe vulgaritetit, me komendet plot mllef, plot urrëtie, plot sharje, plot paragjykime, plot zezon. Po mendoni mos sepse kur e shkruani aty, nuk është vetëm për sytë e mi. Nuk po lëndoni vetëm Arjan Galdinin, po lëndoni fëmijët e mi që janë të pafajshëm. Se a mua nuk më rrihet, unë duhet me fol, unë du me fol, unë du me luftu se jam luftarak, por çta ksirat kanë familjarët e mi, fëmijët e mi, nëna ime. Çta ksirat kanë të lexojnë gjithë ato lumë urrëtie për njëri që nuk ju ka bërë asgjë. Por e ma thoni, kush është vendimi që kam marrë unë që ju pas ka lënduar? Ma thoni, në cilin pushtet kam qenë unë që pas kam bërë pa drejtësira, pa udhësira, që ju pas kam mërzitur kaq shumë? Çfarë kam bërë mo? Kur më keni votuar dhe kur kam qenë drejtues apo i emëruar, i zgjedhur apo i caktuar që pas kam dhënë të gjitha arsyet e botës që ju të më urreni dhe të më masakroni? Kur? Ku? Ju lutem, mendoni më gjatë para se të villni vrerë dhe vulgaritet dhe banalitet. Se nuk është sulm vetëm ndaj një njeriu. Është dëm që ja bëni fëmijëve, familjarëve dhe kujdo që e sheh atë zezon. Nuk guxon njeriu të marrë telefonin në dorë dhe të hapë rrjetet sociale, se në çdo postim ka filluar kjo fushata, nuk e di se si, nuk e di çfarë ka ndodhur, nuk e di pse, nuk po arrit ta kuptoj dot, sepse më së shumti nuk po ndodh në faqen time personale.
Më shumë po ndodh në faqet e LRE Rinisja. Aty ka një harbim dhe një hasdisje vulgariteti, pornografie, banaliteti, që i thua, po nga lindi kjo marrësi? Nga erdi kjo marrësi? Pse ka shumë urrëtie? Por edhe në kam dështuar unë, se ka shumë njerëz që kapën, e ndritet ti, dështove ti, po mirë më, të paktën bjem dakord për diçka që edhe në dështofsha unë, edhe në qofsha unë dështak, të paktën jam i pari njeri në Shqipëri, që dështimi nuk e ka duke i bërë dëm Shqipërisë. Dështoj për vete, dhem për vete, vuaj për vete, mbaj për vete, mos kini merak. Por e shqetësoni për ata që kur dështojnë ata, dhem Shqipëria dhe dhembin shtëpit tuaja, prajgjet tuaja, pronat tuaja, taksat tuaja, çmimet tuaja, ilaçet tuaja, uji, spitalet tuaja, buka juaj. Aty mërzituni ose gëzoni kur dështojnë apo kanë sukses ata që ju votoni dhe mbani me taksa, sepse dështimet e mia nuk i bëjnë asnjë dëm Shqipërisë. Asnjë dëm. Ore gëzoni nëse dështimet e mia apo mosarritjet e mia apo mos ndritjet e mia ju japin arsye të jeni të lumtur dhe të gëzuar. Okej. Edhe unë jam i lumtur që të paktën kam ndikuar sa do pak për të rritur masën e lumturisë tek ju, me dështimet e mia, me mosndritjet e mia dhe mosarritjet e mia. Por nëse ju kam dhënë gëzim të paktën me dështimet e mia, të paktën ma kurseni mallkimin, sharjen, vulgaritetin, të paktën jo fjalor banal dhe vulgar. Ju lutem, sinqerisht ju lutem, për hir të ardhmes së fëmijëve tanë. E dini kur zhvillohen shoqëritë? Shoqëritë zhvillohen kur njerëzit janë inkurajues dhe nuk e zhysin tjetrin poshtë dhe shtat pashë nën dhe. Por kur minimalisht në mos dorën i zgjasin gishtin për me ngrit 1 milimetër mbi dhe. Po të jemi të gjithë kaq të përkushtuar, kaq të zelosur, që të zhysim çdo kënd 7 pashë nën dhe, po nuk do guxoj më njeri në këtë vend që të marrë përsipër ta thotë vërtetën dhe të bëj gjërat e mira dhe të duhura, se pas kanë çmim shumë të lartë.